Soda e bukës me mjaltë. Nëse konsumoni një lugë gjedhe të kësaj përzierje, i thoni lamtomir këtij problemi. Soda e bukës dhe mjalti mund të konsiderohen një recetë e mirë natyrale që mund të ndihmojë në trajtimin dhe të parandalojë një gamë të gjerë të komplikacioneve. Kjo përzierje mund të tingëllojë e çuditshme, por sjell shumë përfitime në shëndetin e përgjithshëm. Thuhet se kjo përzierje mund të parandalojë edhe shfaqjen e komplikacioneve. Në këtë mënyrë bikarbonati i natriumit absorbohet lehtë dhe mund të shkatërrojë qelizat e dëmshme. Kombinoni sodën e bukës me mjaltin në raport 1:3, do të thotë një lugë çaji sodë buke, 3 lugë çaji mjalt. Ngroheni përzierjen në mikrovalë për disa minuta. Ju duhet të konsumoni një lugë gjedhe të kësaj përzierje 3 herë në ditë, gjysmore para ushqimit, dhe gjithashtu kjo recetë natyrale do të rregullojë edhe luhatjet e sheqerit dhe shfaqjen e problemeve të radikaleve të lira dhe mbi të gjitha do të përshpejtojë metabolizmin. Sipas Healthy Food Home Reminds, ju duhet ta përdorni gjithmonë brenda normës së lejuar.